Mirë se vini në horoskopin nesër. Këtu është horoskopi i martë 9 dhjetor 2025. Dashi. Ju mund të mendoni të përmirësoni pozicionin tuaj profesional me ekspozimin e thjeshtë të aftësive tuaja. E dini që jeni një njeri i denjë dhe tani duhet të aprovoni atë. Demi. Sot duhet të jeni pak të kujdesshëm në lidhje me shpenzimet. Martesa dhe marrëdhëniet emocionale kërkojnë një pjesë të mirë të vullnetit, detyra të reja ose mundësi. Binjakët. Një periudhë e rëndësishme, një periudhë që mund të sjellë një revolucion në jetën tuaj, është koha e duhur për të folur. Sot ka një element të forcës më shumë. Edhe në dashuri nuk duhet të ngrem bujë. Ditë e keqe për palestër. Gaforja. Ju jeni në një ditë të mirë kur dëshironi të merrni më shumë stimuj edhe në punë. Ditë dinamike, edhe ndjenjat zgjohen nëse e dëshironi. Luani. Ka hije, nëse jeni i vetpunësuar, hiqni gjërat e rëndësishme. Shqetësime për të shmangur, mbrëmje jashtë formës. Virgjeresha. Situata bëhet stresuese, sepse dukshëm në këtë periudhë ka disa çështje ligjore ose personale të mbetura të hapura, mos harroni se në fund të fitoni. Peshorja. Jeni të lodhur këto ditë, nëse filloni një punë të re, ka mosmarrëveshje me shefin. Kushtojini vëmendje marrëdhënieve emocionale. Akrepi. Diçka e re ja vlen të ndërtohet nëse e kaluara ka shkënjyer pritjet tuaja për dashuri. Ju punoni shumë, pushoni dhe përpiqeni t'i bëni gjërat me qetësi, suksesi nuk do të dështojë. Shigjetari. Për ju kjo është një ditë e veçantë, pasioni po rritet, po vjen një emocion i bukur. Ju më mirë shikoni përreth, mundësitë mund të vinë pa pritmas. Britsjapi. Momentet e mundshme të mërzisë në punë do i ka përceni edhe duke ndryshuar, duke zbatuar strategji të ndryshme nga ato të së shkuarës. Forma fizike është e nënshtruar dhe ju absolutisht nuk ndjeni sikur grindeni. Ka të ngjarë që do të duhet të bëni disa zgjedhje të rëndësishme brenda pak ditësh. Ujori. Paqëndrueshmëria emocionale që rezulton nga fakti se disa rrugë jetësore kanë ndryshuar muajt e fundit. Problemi është se shpesh ndaloni të mendoni shumë për çështje individuale dhe hidhëroheni. Peshqit. Çdo ide mund të bëhet e rëndësishme, një projekt i lënë pas dore për shumë kohë bëhet përsëri i menaxhueshëm. Rikuperimi në dashuri. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Kalofshi një mbrëmje të mirë.